Nuk mund t'i mbledhësh ti namazet tani në darkë dhe po thua se po i fal të gjitha në darkë, ose po mblidhem një herë në javë dhe po i fal të gjitha brenda javës. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam thot, puna më me vlerë është falja namazit në kohën e tij. Dhe ka qenë përkujtimi kryesor i të dërguarit të Zotit dhe shqetësimi kryesor i tij ka qenë pikërisht namazi. Ndaj në një ndër rastet kur i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam udhtonte bashkë me shokët e tij dhe porosit atë Bilalin radhiyallahu anhu që të qëndronte zgjuar për t'i zgjuar për namazin e sabahut, dhe thot ai Bilali thot më koti i gjumi, pra më zuri i gjumi, si çdo gjë tjetër e gjallë që e lodh, thot më zuri i gjumi. Dhe nuk u zgjuam, vetëm se nga zëri i profetit, thot kish nisur të dal dielli dhe ngrihet pejgamberi alayhi salatu wasalam, domethënë i shumë i shqetësuar sepse e zgjoi dielli, pra i kish kaluar koha e namazit dhe urdhëron në mënyrë imediate, në mënyrë të menjëhershme, të largohemi prej asaj lugine kur kishim qëndruar, thot dhe sa po largohemi prej aty, pra u larguam prej aty, morëm abdes dhe u falëm, sepse e konsideroi një vend të papërshtatshëm, në një vend domethënë ku nuk të mundsua të falenderosh Allahun dhe ta kryesh adhurimin domethënë në kohën që i takon, nuk e konsideroi një vend të posaçëm për të vazhduar për të qëndruar aty. Pra shikoni se çfarë interesi kishte i dërguari i Zotit për namazin. Namazi dhe namazin në kohën e tij. Jo kurdo qoftë. Domethënë nuk është një lloj, sepse namazi është një borxh, është borxh me Allahun. Është një domosdoshmëri e shpirtit.